po fuli sa i përket energjisë, po... Edhe e di paka shumë. Kushtrem, je komentu jashtë, mundemi me thonë që jemi knaqë të dëgju të knu në stop në përshpe, si publiku njashtë, si ne këto. A përna këndon diçka? Po, me qef. Qka përna këndon? Gjeneta, kinaj preferencë të kongëve? Ja. Ja. Edhe pse Elionat ka thonë gjithmonë këndo ma kongën që më pëlqenë mu. Po, s'ju ka kujtu, tash as tash si kujtot. Hajde kongën e Gjenetës. Mos thë tani po do me fqit keq. Okej, peknej kongën që e konë qef Eliona, pse jo, masi Gjeneta s'po da. Okej. Se kjo zemër do me m'plas, sa shumë dashni ka pas, vet në ishullin e dhembjes e kërkoj një varë, larg të iki sa më larg. Fal ma zot një zemër tjetër, ta harroj dashnin e vjetër, e t'ja nisi prej fillimit, mos ta përsëris gabimit. Fal ma zot zemrën e re, ku nuk vjen gjelozia, ku s'ka vend tradhëtia, du një zemër që më kurse then dashuria. Faleminderit shumë kushte. Faleminderit juve. Se dia kemi ndonjë banor tjetër që ndërsa del jashtë edhe mundemi me i thonë me na këndu. Kështu që nive na knoqe këtu në studio. Faleminderit shumë. Edhe ishte shumë kënaqësi me të pas. Po besoj që gjëra shumë të mira kanë me të prit tashmë jashtë. Shpresoj që po, faleminderit shumë edhe juve. E shijova shumë këtë intervistë.